lën një mbrez të jashtëzakonshme. Dëmpreka, dolin pension, vazhdoj me ndihmu domnon, për cilin respektin e kam jashtëzakonisht madh, për respektin e dashnin që ka diftu domnon, që është dytën e parë që ka ardhur këtu. E nuk ka kenë mirënjohje ndaj dëmpreks, por ka kenë dashni ndaj dëmpreks. E dëmpreka i ditë për ditë vendosi sa unë do të shkoj në Arizonë. Edhe domnon ma ka pohu, a i ka shku në Arizonë, do të avash, me dalë mrapa skenet, edhe tisha unë përgjegjësi i grigjës që trashëgojshem për dëmpreks. Edhe dy fjalë, mos u mërzitni, është kujtimi i fundit që kena të shkruar për dëmprekën. Udhëtimi i tij i fundit në Shqipëri. Me diskutu problemet e atyne që besojnë, me ata që s'besojnë, ateistët, meteistët, janë pa numër. Mirë po ka i gjë fundi i dëmprekës duket ishte tamam një plan i rregulluar për Zotit. Të më falin Zoti nëse bëjmë katë në këtë drejtim. Sepse ka i gjë që me 20 shtator unë nis për Michiganit. Me 26 shtator i vën kunor marrësh në Revashajt. Me 28 shtator natë e Shumëllit e feston edhe ditën e Shumëllit, edhe ty u gëdhin ata tjetër e ndin vetin keq, nuk ndihet mirë. Lajmohet spitali, shtrohet, dëmpreka marrëvi. Para ma, fraza e fundit, të cilën e ka thënë kur ishte ty hangër dark, edhe lutja e fundit është kënë, o Zot, shnëjtja menen pushtetarëve shqiptar, me punu për të mirë të popullit e të kombit shqiptar, si e dënë Jezu Krishti Zot. E këto janë kënë fjalët e fundit të logjikës së ndërgjegjshme të një leksioni, ndërmjet 1000 leksioneve që ka dhënë dëmprek në Revashaj i nderuar e miku jonë, shumë i dashur që bëjtë.